më herët, si mundësi, nëse është ezauruar plotësisht çështja e Vjosa Osmanit, edhe unë mendoj që po, sepse nuk shoh mundësi që të rikthehet si kandidate. Unë mendoj që duhet shihet ka Amerika, pra një shqiptar amerikan, veçanërisht unë dëshiroj ta përmend zotin Harri Bajaktari, i cili është veprimtar i shquar i çështjes kombëtare në SBA, njeri i aftë edhe njeri me lidhje të forta në administratën amerikane. Unë mendoj që ai bën derë dhe i bën shumë mirë Kosovës. Është përmendur emri i tij, mirë po ka pasur edhe një mohim në një farë forme. Ai ka pasur për hir të asaj që ai ishte që të jetë Vjosa Osmani president. Pra, derisa ajo përmendej si kandidate, ai natyrisht që nuk mund të thoshte që e pranon një kandidaturë tillë. Por duke marrë parasysh se tash emri Vjosa Osmani tashmë është ezauruar si kandidate, atëherë unë mendoj që kryeministri Kurti ta shqyrtoi këtë mundësi, sepse i bën shumë fish mirë Kosovës. Zoti Bajaktari